është për të ndarë historinë e radhës, një histori tepër e dhimbshme, një histori që të bën me lot, një vajzë që sakrifikoi gjithçka për dashurinë, dhe më në fund mori atë që nuk e meritonte, sakrifikoi dhe gjakun. Nuk e di nga t'ja filloj. Ndoshta nga dita kur e pash për herë të parë. Ishte një mëngjes i zakonshëm, por për mua ajo ditë do të ndryshonte gjithçka. Ai me buzëqeshjen që të ndalte frymën, me zërin që dukej sikur të përkëdhelte shpirtin, dhe me sytë që më dhanë një arsye të re për të jetuar. Që nga ajo ditë çdo gjë mori kuptim. Çdo ditë që kalonte, unë dashurohesha më shumë. E bëra qendrën e jetës time, frymën e çdo mëngjesi.